Bismillahirrahmanirrahim. Len yenal Allahe luhumuha wala dimauha walakin yenaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Te Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te ai arrin devotshmëria juaj. Kaptina El Hajj, ajeti 37. Të nderuar besimtar, vlezër dhe motra, me zemrat të mbushura plot besim, respekt dhe shpresë në mëshirën e pakufishme të krijuesit ton, me ndjenjat më të larta të mirënjohjes e presim festën e madhe të Kurban Bajramit. Kjo festë na kujton vlerën e sakrificës së sinqertë, devotshmërisë dhe solidaritetit njerëzor. Përmes prerjes së kurbanit dhe ndarjes së tij me skamnorët, fqinjët dhe të afërmit, ne dëshmojmë gatishmërinë tonë për t'u afruar me Allahun e Madhërisëm dhe për të forcuar urat e dashurisë, mëshirës dhe vllazërisë mes nesh. Nga lugina e bekuar e Arafatit, vendi i pranimit të lutjeve dhe i përgjërimit të sinqertë, ku sot miliona besimtarë nga mbar bota bashkohen në një zë, ju përcjell urimet më të ngrohta dhe më vllazërore. Në këto qaste të madhëruara, teksa së bashku me haxhilerët tanë po plotësojmë kushtin e haxhit në vendet e shenjta. Lutjet tona të pandarshme drejtuar krijuesit janë për paqe, shëndet, mbarësi dhe harmoni në çdo familje tuajën. Andaj, le të jetë kjo ditë një festë e vërtet e bujarisë dhe afrimit me njëri tjetrin. Allahu u apranoft haxhin të gjithë haxhilerëve, kurbanët dhe të gjitha lutjet e ibadetet e këtyre ditëve të bekuara. Në emrin tim personal nga ky vend i shenjtë, si dhe në emrin e çdo nënpunësit të muftinisë së Basisë Fetare Islame në Gostivar, ju uroj përzemërsisht, me fat festa e Kurban Bajramit. Gëzofshi pranë të dashurve tuaj për shumë vjet. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ne kaviye sreçen Kurban Bayram.